Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ky është edicioni qendror, këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjerat do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama deklaron se bordi i transparencës mbron konsumatorët nga abuzimet e tregtarëve, çmimet e naftës nuk i vendos qeveria, por bursa. Majoranca kërcënon që reforma territoriale të miratohet me konsensus për të rezistuar kohës, ndryshime duhet t'i fuqizojë pushtetin lokal. Operatorët turistik në Durrës thonë se pritshmëritë e këtij viti janë shumë të larta, kriza në lindjen e mesme mund të sjellë më shumë vizitorë të huaj. Do të vjojmë më gjërësisht me lajmet. Bordi i transparencës, sipas kryeministrit Rama, po mbron konsumatorët nga abuzimet e mundshme të tregtarëve. Rama sqaroi se çmimet nuk i vendos qeveria, por ato varen nga bursat ndërkombëtare. Në shënimet e javës, kryeministri u ndal edhe tek nisma e mazhorancës, punët për Shqipërinë, duke thënë se ajo i paraprin zgjedhjeve lokale. Kryeministri Edi Rama ka sqaruar edhe një herë rolin e bordit të transparencës, i cili është vënë në lëvizje për të reflektuar impaktin e luftës në Iran mbi çmimet në tregun e naftës. Shefi i qeverisë thotë se bordi qëndron në anën e konsumatorëve dhe se nuk ka për qëllim të vendosë çmimin në mënyrë arbitrare. Bordi qëndron vimësisht në anën e konsumatorëve, e drejtuesve të mjeteve, e qytetarëve dhe ruan kufit e qartë mes çmimit të rritur objektivisht si rezultat i lëvizjes në tregun ndërkombëtar, prej ku edhe importohet nafta në Shqipëri, dhe nga ana tjetër abuzivizmit që në këto raste, nëse gjen shesh, bën gjithmonë për shesh. E theksoj edhe një herë, bordi nuk vendos çmimin e naftës arbitrarisht. Rama u ndal edhe te edicioni i dytë i Matchmaker Albania që u zhvillua këtë javë, një aktivitet që mblodhi gati 500 investitorë ndërkombëtar nga më shumë se 40 shtete. Sipas tij, Shqipëria po shihet gjithnjë më seriozisht si destinacion për investitorët. Shqipëria nuk është më në fazën ku prezantohet si një vend me potencial për të ardhmen, po është në një fazë të re ku e ardhmja është sot. Modeli i dikurshëm që ishte modeli një vendi me 2-3 milion turist, ku për turist numëroheshim edhe ne shqiptarët sa herë hynim dhe dilnim, dhe me 300-400 milion euro investime të huaja në vit mesatarisht, i ka lënë vendin një tjetër modeli në një vend që ka 12 milion turist në vit, dhe ka kapërcyer shifrën e 1.5 miliard eurove investime të huaja në vit. Kryeministri u ndal edhe te nisma e re socialistëve Punët për Shqipërinë, e cila përfshin një cikël takimesh me komunitetet në të gjitha qarqet, si dhe punën për zgjedhjet e ardhshme vendore. Do të angazhohemi me një cikël takimesh me komunitetet në të gjitha qarqet për të folur për këtë moment të rëndësishëm të vendit, për punët që kanë nisur në këtë mandat 4, për punët që do të nisin shpejti dhe natyrisht për të dëgjuar njerëzit, edhe në funksion të organizimit që si gjithmonë ne e nisim me kohë për atë që do të jetë fitoria e ardhshme shëmbullore e Partisë Socialiste vitin e ardhshëm në zgjedhjet vendore. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi kërkoi që reforma territoriale të hartohet me konsensus të gjitha palëve për të rezistuar kohës. Sipas tij, ndryshimet duhet të mbështeten jo tek llogaritë politike, por tek rritja e fuqisë ekonomike të njësive vendore. Krijimi i Komisionit për Reformën Territoriale Administrative është një hap pozitiv, ndërsa deri tani është vërejtur bashkëpunim mes forcave kryesore politike. Kështu u shpreh Niko Peleshi nga Maliqi, i cili theksoi se synimi është që produkti final i reformës të jetë me dakordsi nga të dyja palët, duke garantuar qëndrueshmëri më të madhe në kohë. Nëse i referoheni varianteve që besoj kanë rrjedhur në media nga diskutimet e dieshme të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku janë prezantuar disa mendime, propozime, variante nga antarët e Partisë Socialiste në këtë
komision. Unë nuk mund të nxitoj të them një vlerësim. Natyrisht ka avantazhe dhe disavantazhe për secilin prej varianteve deri tanishme që kemi dëgjuar dihet, varianteve që mund të furnizohen në komision nga antarët e tjerë të komisionit që nuk janë antarë të grupit Partisë Socialiste. E rëndësishme është që produkti final natyrisht duhet të orientohet nga nevoja për të rritur eficiencën. Peleshi theksoi se thelbi i reformës duhet të jetë rritja e eficiencës së bashkive dhe shfrytëzimi më i mirë i potencialeve ekonomike, veçanërisht në zonat rurale. Në qarkun e Korçës, për të kthyer te pyetja juaj, ne kemi fushën e dytë më të madhe bujqësore në Shqipëri. Siç ka qenë formula para 2015-s, me bashki urbane dhe komuna rurale, nuk mund të shfrytëzonim këtë potencial, bëjmë një hop shumë të madh me bashkitë e ndërthurura urbane rurale dhe kjo duhet patur parasysh, mendoj unë, për gjithë vendin, veçanërisht për qarkun tonë sa i përket zonës bujqësisë, që formula të jetë një formulë që të çliron sa më shumë potenciale dhe mundësi. Ai shtoi se harta e re nuk duhet të udhëhiqet nga faktor politik apo demagogjik, duke kujtuar se edhe reforma e viteve 2014-2015 ishte një hap cilësor përpara në ndërtimin e arkitekturës së re të bashkive. Unë nuk jam dakord që ky faktor ka qenë edhe në reformën e vitit 2014-2015, madje jam dëshmitari i asaj kohe, nuk ka patur një faktor të tillë dhe një formulë politike që ka orientuar reformën, përveç se eficiencën. Besoj që ishte një hap shumë i mirë përpara, një hop cilësor drejt arkitekturës së re të bashkive tona, por siç e thash, ka gjithmonë dinamik, ndaj dhe ka ardhur koha për një reformë të re. Uroj shumë, edhe do të luaj edhe rolin tim që më takon si kryetari i kuvendit për të mundësuar një klim sa më pozitiviste, ndonse jo gjithmonë është e lehtë, është një nga sfidat më të mëdha do të thoja të atij pozicioni, që të kemi një formulë bipartizane. Kjo do të shuante edhe pastaj paragjykimet për një reformë të frymëzuar politikisht. Peleshi mohoi gjithashtu zërat për përçarje brenda partisë, duke i cilësuar ato si thashetheme pa bazë politike. Ai theksoi se debatet dhe diskutimet e gjata janë pjesë normale e demokracisë së brendshme dhe nuk mund të konsiderohen ndarje apo konflikt. Zgjedhjet për kreun e ri të PD-s në Elbasan janë shoqëruar me probleme. Disa nga antarët demokrat kanë denoncuar heqjen e emrave të tyre pa shkak dhe pa u lajmëruar paraprakisht. Këtë të diel dega e Partisë Demokratike në Elbasan zhvilloi zgjedhjen e drejtuesit të ri të saj. Në garë u përfshin 5 kandidatë: Lumturi Hasa, Durim Çekrezi, Elior Vila, Sokol Shkërzeni si dhe Alis Narazani. Por ndërsa ky proces konsiderohet vendimtar për të ardhmen e degës në këtë qytet, antarët janë përballur me heqjen e emrit të tyre nga lista antarësisë. Doris Madhi, aktualisht drejtuese e grupit të këshilltarëve të opozitës në Këshillin Bashkiak të Elbasanit, thotë se është vështirë pa asnjë njoftim nga lista. Fatkeqësisht konstatoj në pozicionin që kam si antare e Këshillit Bashkiak dhe drejtuese aktuale e grupit në Këshillin Bashkiak, që emri im nuk është në listat e antarësisë së Partisë Demokratike. Përpos faktit që unë jam e pajisur me tesërën e antarësisë tashmë prej vitesh, prej gati 8 vitesh, në një bisedë që pata me drejtuesin politik dhe të deleguarin për procesin, mu komunikua pikërisht sot, jashtë atyre që janë afatet ligjore dhe sigurisht edhe ai kodi njerëzor, që ka pasur një vendim dhe një dhënie mendimi për personin tim, i cili ka shkuar dhe është përcjellur në kryesinë e PD-s për pezullimin e pozicionit të antarësisë time në Partinë Demokratike. Nga lista mësohet se është larguar edhe emri i Zheni Gjergjit, pasi ajo u emërua drejtoresh në Spitalin e Elbasanit, apo dhe emri i Alesia Balliut. Ky e fundit ka shpallur publikisht ambicin për të kandiduar në garën për kreun e Partisë Demokratike përballë Sali Berishës. Kjo valë përjashtimesh vjen vetëm disa ditë pasi PD përjashtoi si këshilltar të saj në Këshillin Bashkiak të Durrësit Dritan Burgin dhe Arlind Boshkun, pasi këta të fundit mbështeten lëvizjen e Ervin Salianjit. Kontenierët me mbetje të rrezikshme janë zhvendosur nga Porto Romano drejt një zone më të sigurt në një fshat të Durrësit. Largimi i tyre erdhi pas ankesave të vazhdueshme të banorëve. Pasi kanë qëndruar prej më shumë se një viti në Porto Romano, mëngjesin e kësaj të diele ka nisur zhvendosja e 102 kontenerëve me mbetje toksike të kompanisë Kurup.
Kontenerët u dërguan në fshatin Vrin, pranë Shënvlashit, në afërsi të lagjes me pallate të ndërtuara për të pastrehët e tërmetit. Shkaki i lëvizjes nga vendi ku qëndronin për rreth 1 vit e gjysmë u bë kërkesa e vazhdueshme e banorëve që kërkonin largimin e tyre nga frika e kontaminimit. Procesi po kryhet me urdhër të prokurorisë dhe nën mbikëqyrjen e autoriteteve. Zhvendosja synon menaxhimin e sigurt të materialeve dhe vijimin e procedurave ligjore për trajtimin e tyre. Në operacion asistoi edhe policia e Durrësit për garantimin e sigurisë gjatë transportit. Për skandalin me mbetje të dyshuara toksike, pak javë më parë, gjykata e Durrësit firmosi 33 urdhër arreste jo vetëm për personelin e kompanive përgjegjëse, por edhe punonjës të institucioneve shtetërore. Sipas organit të akuzës, shkeljet e rënda të legjislacionit mjedisor u konstatuan jo vetëm tek kompanitë Kurum dhe Sokolaj, por edhe pranë institucioneve shtetërore si Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe Dogana e Durrësit. Nga këto masa, vetëm 20 u ekzekutuan, ndërsa në vendimin e gjykatës 8 u lanë në arrest në burg, 5 në arrest shtëpie dhe 7 të tjerë detyrim paraqitje. Policia e Korçës ka arrestuar 3 persona pas një konflikti të ndodhur para ditën e së shtunës në një vend ku punoi tapiceria e makinave. Nga konflikti mbeti i plagosur rënd Renaldo Xhixho, pronari i tapicerisë, ndërkohë që të lënduarit më lehtë mbetën edhe 2 persona të tjerë të përfshirë në konflikt. 2 të arrestuarit kishin shkuar me një automjet tek servisi, por pas debateve ata e kanë goditur pronarin me sende të forta dhe e kanë dëmtuar me një mjet prerës. Ky i fundit i është kundërpërgjigjur dhe gjatë konfliktit i ka dëmtuar lehtë me shërët e punës që të dy. Policia ka zbardhur tentativën për vjedhjen e një argjendarie e ndodhur pak ditë më parë në qytetin e Pogradecit. 2 nga autorët e dyshuar që janë nga Laçi janë vënë në pranga, ndërsa është proceduar një tjetër për pengimin e zbulimit të ngjarjes. Nga hetimet e kryera dyshohet se autorët në bashkëpunim me persona të tjerë synuan të vjedhin argjendarinë, duke tentuar të hapin me forcë qepenin dhe duke thyer xhamin, por nuk kanë mundur të marrin asgjë pasi u pikasën nga policia. Kjo ishte hera e tretë që argjendaria ishte shënjestër e hajdutëve. Dy persona u arrestuan nga policia e Tiranës në akuzën e trafikut të armëve. Ata u kapën brenda një makine ku u gjet një pistolet si edhe municion. Një 40 vjeçar është arrestuar nga policia në Tiranë pasi u kap me një pistolet me municion luftarak. Në pranga ra edhe një 35 vjeçar për mos kallëzim krimi, i cili ishte bashkë me 40 vjeçarin në momentin e ndalimit nga policia. Efektivët kanë ndaluar makinën në zonën e Treshit dhe nga kontrolli fizik i 40 vjeçarit u gjet një armë zjarri pistolet me municion luftarak e cila posedohej pa leje me qëllim shitjen e saj. Ky nuk është rasti i parë që policia kryen arrestime të personave që tentojnë të shesin armë në kryeqytet. Pak kohë më parë, Urim Meta, 46 vjeç, ra në prangat e policisë teksa po udhëtonte nga fshati Shëngjeriq drejt Tiranës me 4 kallëpe tritoli, 2 armë zjarri dhe 1500 fishek të kalibrave të ndryshëm në automjet. Efektivët e komisariatit numër 4 i bën prit Metës në një pjesë të rrugës ku edhe arrestuan. 46 vjeçari do t'ja shiste armët dhe municionin një personit të pa identifikuar në Tiranë në vlerën e 3.000 eurove, ndërsa destinacioni final i tyre dyshohet se ishte Maqedonia e Veriut. Një magazinë e përshtatur për kultivimin e bimëve narkotike është zbuluar në Shijak nga policia. Brenda saj kishte pajisje që furnizoheshin me lidhje të palishme të energjisë elektrike. Nga kontrollet në këtë ambient u gjetën 180 vazo ku më parë ishin kultivuar kanabis, por që ishin prerë përpara se të ndërhynte policia. Megjithatë, agjentët zbuluan boçe dhe mbetje kanabisi, pompa ujë, filtr ajrimi, tub për aspirim, 7 llamba elektrike, 7 ventilator, 16 paketa të energjisë elektrike, blok siguresash dhe pajisje të tjera që shërbenin për kultivimin e bimëve narkotike. 4 persona janë arrestuar deri më tani nga policia, njëri prej tyre punonjës i OSHE-s, po ashtu është shpallur në kërkim një nga autorët e dyshuar. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirëpafshim.